Një javë pas helmimit nga ushqimi të studentëve të Akademisë së Sigurisë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka deklaruar ndërprerjen e aktivitetit të kompanisë Sorial të Alma Tafanit. Vendimi është bërë publik për institucionit pas kontrollit jo vetëm të ushqimeve të serviruara në garnizon, por edhe të higjienës në kompani. Epidemiologjik për rezultatet jo konforme për tregues të higjienës evidentuar në kampionet në ruajtje si dhe në disa prej pajisjeve të punës, AKU mori masa për ndërprerjen e aktivitetit të subjektit Sorial dhe në adresën Garnizoni Skënderbej pranë forcave të armatosura. Gjithashtu u vendos masa administrative me gjob në vlerën 1.500.000 lekë për ushqim të pasigurt dhe kushte higjieno-sanitare thuhet në vendim. Por edhe tek ushqimi që u servir në drekën e 6 majit u konstatuan probleme në 1 nga 9 kampionet e marra. Nga laboratori i referencës IZUV, informohemi se 8 mostra të kampionuara kanë dalë brenda normave dhe 1 kampion makaron, produkt i gatshëm, ka rezultuar jo konform për ngarkesën mbi normën Escherichia coli dhe B Staphylococcus guaculosis pozitiv. Mostër kjo e kampionuar në kuzhinën brenda ambienteve të Akademisë së Sigurisë SAUK. Për këto gjetje, AKU mori masën e ndërprerjes së aktivitetit deri në plotësimin e kërkesave ligjore nga OBU për pastrimin dhe dezinfektimin e ambienteve dhe pajisjeve të punës, thuhet në deklaratë. Nga helmimi prej ushqimit u prekën 55 studentë, ndërsa 2 morën kurim më të specializuar në spital. Pas gjetjeve, Sorial ju la detyrë marrja e masave për asgjësimin e produktit të bllokuar.